Me fillimin e vitit 2026, kosovarëve ju erdhi një dhuratë. Për befasinë e pakëndshme u kujdes autoriteti rregullatori i shërbimeve të ujit që rriti tarifat e furnizimit me ujë për konsumatorët për 40% nga 1 janari. Ngritjen e çmimit arsyetojnë me më shumë ndryshime ekonomike që kanë ndikuar në rritjen e kostos së furnizimit. Është si rezultati disa faktoreve kryesor ekonomik dhe rregullator, të cilët kanë ndikuar drejt për drejt në koston e ofrimit të shërbimeve të ujit dhe ujrave të ndotura, rritja enorme e çmimit të energjisë elektrike, zvoglimi i normës së ndërsubvencionimit, inflacioni, përfshirja e investimeve kapitale dhe shpenzimeve, investimet kapitale. Për ARU-n, mesatarja pagesave ndryshon nga ndërmarrjet rajonale, gjë që këtë e konfirmon edhe zëdhënësi i hidroregionit jugor në Prizren. Nga 40 cent ka marrë vendim që të ketë një rritje për rreth 17 cent, e kam fjalën për konsumatorët e administrisë për ujë, që i bjen rreth 42%, ndërsa për kanalizim nga 0.15 cent në 0.19 apo rreth 14 cent, që i bjen rreth 27%. Mirë po nga shoqata konsumatori, shprehen të indignuar me vendime të tilla që merren ad hoc pa i pyetur qytetarët. Askur qytetari konsumator si vizitor nuk e merr parasysh. Në asnjë bord të tyre nuk është asnjë përfaqësues i shoqërisë civile të konsumatorët. Domethënë, ne jemi në një okupim nga institucionet. Kaçaniku kërkon reflektim nga qeveria e re që konsumatorët të mos trajtohen veç për zhvatje parash, por të përmbushën nevojat e tyre esenciale.